Unë e dashuroj Camajn, poezinë e tij për shumë arsye. Ndër të tjera, jo vetëm që është një poet i jashtëzakonshëm, dhe që është lënë në harrez, tashti pak nga pak po bëhet i njohur edhe nëpërmjet të tjerëve, jo vetëm nëpërmjet meje, por edhe sepse mua më lidh origjina e të parëve të mi me poetin, dhe mendoj se e kuptoj e ndjej, ai vetë nafton që ta ndjejmë poezinë e tij. Megjithatë, unë pretendoj që edhe e kuptoj, me që e studioj prej kohësh. Edhe përveç kësaj, unë kam shumë dëshirë t'ju jap zë autorëve të harruar. Ndërto, dhe kryesisht është edhe Camaj. Po Shkodra dhe edhe jo vetëm Shkodra natyrisht, po kemi shumë poet të lënë harrez.